Pasi gjykata e posaçme urdhëroi SPAK të regjistrojë procedim penal për ish-ministren Olta Xhaçka dhe për bashkëshortin e saj Artan Gaçi, organi i akuzës ka ankemuar vendimin e apelin e posaçëm për antikorrupsionin. Bëhet fjalë për dy sipërfaqe të tokës në Dhërmi, për të cilat u dënua ish kryebashkiaku i Himaros Jorgo Goro, dhe mbi të cilat Gaçi do ndërtojë një resort turistik. Organi i akuzës ndër të tjera sqaron se asnjë e dhënë e sipërfaqeve konkrete nuk ka rezultuar në lidhje me përfitimin e trojeve të sekuestruara apo konfiskuara, për shkak të detyrës që ushtronte në atë periudhë subjekti i posaçëm Olta Xhaçka. Në ankimimin që SPAK ka depozituar në apel, thosë se çështja e hetuar më herët nga prokuroria ka kaluar në filtrin e gjykatës së posaçme gjatë gjykimit të çështjes penale numër 189/2023 në seancë paraprake. Më tej shtohet se prokuroria nuk ka gjetur asnjë shkak, veçanërisht nga ato që ankuesi shtetasi Fredi Bejleri parashtron për të konkluduar se hetimet paraprake nuk ishin të plota, duke urdhëruar për pasojë plotësimin e tyre. Në 28 shkurt, GKK-u urdhëroi SPAK të hetojë Artan Gaçin për kryerjen e veprave penale, falsifikimi i dokumenteve, pastrim parash kryer në bashkëpunim dhe Xhaçkën për shpërdorim detyre. Seanca në apel mbahet këtë të premte, teksa ankimi i SPAK do shqyrtohet nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, e cila ose do të pranojë kërkesën e prokurorit Dato, ose do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për nisjen e hetimeve.